Fshati Marec është një vendbanim i njohur i komunës së Prishtinës, i vendosur në një zonë kodrinore me lartësi të konsiderueshme mbidetare, i shtrirë në pjesën lindore të Prishtinës. Ai dallohet për territorin e gjerë dhe natyrën e bukur që e rrethon. Dikur Mareci ishte një fshat i gjallë, me mbi 600 shtëpi, një vend ku jeta zhvillohej me ritëm dhe ku komuniteti ishte i fortë e i bashkuar. Sot, ky numër ka rënë ndjeshëm, duke arritur në rreth 100 shtëpi të banueshme, ose edhe më pak, duke lënë pas një ndryshim të madh në pamjen dhe jetën e fshatit. Gjatë luftës Mareci u godit rënd. Shumë shtëpi u shkatruan dhe pati edhe humbje njerëzore. Banorët u detyruan të fillonin gjithçka nga e para, në kushte të vështira dhe më pak mundësi për rimëkëmbje. Këto rrethana u bën shkak që shumë familje ta braktisin vendlindjen, duke kërkuar një jetë më të mirë diku tjetër. Megjithatë, kujtimi për ata që dhanë jetën për vendin mbetet i gjallë. Fshati nderon dëshmorët me krenari në kompleksin memorial brenda tij, një vend që simbolizon sakrificën dhe qëndresën ndër vite. Historikisht, banorët e Marecit janë marrë me bujqësi dhe plegtori. Toka dhe bagëtia kanë qenë burimi kryesor i jetës, duke lidhur ngushtë jetën e tyre me natyrën dhe punën e ndershme. E sot, kur kalon nëpër Marec, sheh shumë shtëpi të mbyllura dhe oborre të heshtura. Rrugët që dikur ishin plot zëra e gjallëri, tani duken më të qeta. Megjithatë, Mareci vazhdon të qëndrojë si një vend me histori të madhe, me kujtime të forta dhe me një shpirt që ende jeton në rrënjet e tij. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me një javë tjetër të emisionit Në Votër. Kënaqësi shumë e madhe, them gjithmonë, sigurisht që dua ta potencoj që mundësia me vizitu fshatra të ndryshme të vendit ton, nga ato fshatra, nga ato vendbanime që kanë histori të jashtëzakonshme. Po i them të jashtëzakonshme sepse varësisht nga vendi ku zgjedh që të shkoj, nga java në javë, është ajo histori e lavdishme që vendbanimet i bën edhe ndoshta që emri tyre të jehën edhe të njihet nga të gjithë. Me një kënaqësi shumë të madhe, siç po shihet sot me 1000 metra largësi mbidetare, një fshat i rrethuar kryesisht me male ose kodrino malor me një ajër të pastër që e karakterizon këtë vend. Jam shumë i lumtur që sot jam në Marec të Prishtinës, e pikërisht kur e përmenda historinë, sigurisht që historia e lavdishme është ajo e luftës, ku dhe pikërisht në këto momente jam tek kompleksi memorial, tek dëshmorët dhe martirët e civilët e fshatit Marec. Histori kjo që pak para luftës jeta në fshat zhvillohej më ndryshe, sepse kishte edhe më shumë njerëz. Mirë po, sigurisht që lufta i mori njerëzit më të dashur të tyre, andaj ata sot si shenjë kujtese përkujtohen nga ky kompleks memorial, i cili është në gjendje shumë të mirë, realisht, e që është i vendosur goxha me një lartësi mbidetare, po ashtu edhe kjo. Gjatë ditës së sotme në Marec do ju sjellim mbase, nëse takoj rrëfime të ndryshme të njerëzve, pse kanë braktisur këtë vend, di që janë vetëm 100 banor, nëse nuk gabohem, të cilët jetojnë këto, madje shkolla është e mbyllur, por që muajt e fundit është hapur diçka tjetër që e zbulojmë pas pak së bashku. E kështu me radhë, unë uroj që sot kam taku njerëz të cilët më tregojnë, sepse e di që ka njerëz të
frymës së ndryshme në marrëdhënie të Prishtinës. E uroj që kemi me i taku së bashku edhe me i dëgju rrëfimet e tyre. Jam shumë i lumtur që për i theksoj prapë që kam mundësi me udhëtu edhe me i njoft këta njerëz që ndoshta ja u kam dëgju vetëm zërin mirë, po historinë e tyre jo. Kështu që së bashku me mua dhe me pamjet e Dinemirit, ju ftoj që të qëndroni sot me mua në fshatin Marec këtë pasdite, këtë pranverë në fakt të cilën nuk e kemi motin e mirë, por gjithsesi emisionin në asnjë mënyrë nuk ndalën. Nga këtu për ju ofroj pak pamje, e takohemi vetëm pas pak, uroj dhe shpresoj me takimin me ndonjë banor. Shihemi. Me qenë se enda nuk po takoj njerëz në fshatin Marec, një gjë që vlen me u theksu dhe është fantastike, që i ka gëzu ata banorët të cilët kanë mbetur, është që qoftë banorët ose qoftë njerëzit po blejnë toka dhe po investojnë në forma të ndryshme. Vlen të theksohet që Mareci tashmë ka fillu me u shëndru me një fshat, me një atrakcion turistik, le të themi, sidomos tashmë që është stina e verës, sigurisht që investimet janë të papara që janë duke u bo. Aktualisht jam tek prona e zotri Gërbeshit, zotri Blerim Gërbeshi, i cili e ka bo një punë të jashtëzakonshme dhe është duke e bo më tutje që thojnë punës të mirë, veç toj puna e mbarit që unë po e du me përshëndet, dini po e u cjell pak pamje të Maris restorant i cili sa po është hapër, mirë po jo zyrtarisht në Marec, një ndër të tjerët që të cilët janë duke planifikuar që të hapin në Marec dhe është një vend ideal që ato momentet natyrnajt pastër, ushqimi mire, pija mire, gjithë shka tjetër që mundi me gjetë në Marecit, po i kthehet me Mares restaurantin edhe një herjet ore që me lulzu. Në fakt, bizneset të tilla, investimet të tilla, tashmë ju sjellim edhe në për pjesë të tjera të Marecit që janë duke u zhvilluar. Dini për ju sjell pak pamje nga ky restorant me një arkitektur të veçantë që familja Gërbeshi e ka bo, po ashtu i ka edhe villat që të cilat janë duke u mbushur me turistë të huaj kryesisht, por sigurisht që edhe shqiptar të Kosovës dhe jo vetëm. Pak pamje nga ky restorant fantastik, e takomin pjesë tjera, sepse është një lajm i bukur që në Marec po investohet, paktën po i kthehet edhe një herë tjetër gjallëria siç ka qenë përpara nga vetë banorët e këtij vendbanimi. Shihemi pas pak.
Njëra ndër fatkeqësitë më të mëdha në arsim, sidomos në zhvillimin e procesit mësimor është kur shkollat janë të mbyllura, edhe fatin e ka dhe shkolla e Marecit, shkolla fillore Fanoli. Unë aktualisht nuk po shoh ambient jetët që ka nxënës ose ka kolektiv, uroj që të mos jetë e mbyllur përgjithmonë. Po përveç faktin që Mareci ka qenë është realisht sa i përket territorit një fshat shumë i madh, mirë, po përveç faktin që ka pas shumë banorë dhe ka pas shumë fëmijë nxënës, kanë qenë 2 shkolla që për atë tjetrën që paralajmërova ta shkojmë atje poshtë ku para një muaji komuna e Prishtinës e ka përuruar dhe shkollën e ka renovuar edhe një herë dhe është hapur. Nuk më kujtohet saktë çka është hapur, po e kuptojnë atje, po e di që është bë një vend ku artistët mundën me shku, me qëndru një muaj, me bë installacione të ndryshme, edhe mos me e lanë Marecin paktën në zbrastësi sa i përket njerëzve, për ndryshe shkolla mbledh artist të ndryshëm, qoftë edhe anvise, deri tek kategoria anviseve, më mirë të themi, që bëjnë gjithçka aty dhe i vendosin në muret e shkollës. Një ide shumë e mirë që më mirë të themi është kthyer në qendër të artit, të artistëve të ndryshëm. Mund ta shihni edhe arkitekturën e shkollës fillore Fanoli, e cila tashmë vetë se ka fillu edhe lagështia në fasadën e tij me flejt, xhama të thyer, edhe gjendja siç po shihet tashmë është një shkollë fantazëm sepse nuk ka proces mësimor, për ndryshe një bërë i rrëthuar me pisha dhe me një ajër super fantastik që ti kënaqesh më shknitë si mu që shmi kënaqe. Nga pamjet që i shihni nga kjo pjesë e Marecit, e realisht e vetmja gjallëri që ka mbetur sa i përket banorëve që jetojnë në trojet e tyre, kështu rezident që i kanë, është vetëm kjo pjesë ku dëgjohet një motorshor edhe dëgjohen këtu pula, këtu gusa, e kjo tamam një jetë tipik fshati që ende ka mbetur. Realisht është një zonë shumë e thellë, përveç se prej Prishtinës në Marec janë dikun 30 km nëse vjen me vetur, mbase edhe më pak, por dikun këtu afër qëndrën. Banorët janë të heshtur, por janë shumë punëtorë në punët që i bëjnë brenda oborrave të tyre, por që sigurisht fati jem i pa fat që jem sot, nuk mundu me taku prej atyre që flasin edhe më tregojnë paka shumë arsyen që i ka bo për me qëndru këtu. Ani pse nështë kushtet e vështira, dikën dhe dëgjova që tha internet ende nuk kanë deri këtu, sepse nuk ka ardhur, ndoshta prej thellësisë brenda fshatit, po në qoftë se nuk keni qenë ndonjëherë, por jeni tash, ose vini, ose e keni plan me ardhë, çfarë ajri është aktualisht të mbizotru këtu, përbes është kënaqësi e shpirtit edhe e synit me po, përmes peizazheve që po ja sjellim deri më tani. Unë uroj që kam të taku ndonjë banor që të paktën më jep motivet shumë të mëdha që qëndron ende në Marec, po që unë e përgëzoj realisht që nuk e ka lëshu tokën e tyre. Dini për ju sjell pamje rreth e për qark, po ashtu po kultivoj kanë edhe bletët në këton, e unë uroj që shihemi vetëm pas pak me ndonjë fjalë të banorëve të Marecit, gjë që kisha pas shumë dëshirë. Po nëse nuk i takoj hiç, hequni përshëndet gjithsesi nga kudo që më ndjekin.
Te 98-99. Ka pas njerë që i pëthujen për egzagerojnë se dërnica në. 99 e kanë kalzu vetën. Jo krejt. Po dërnica ditën e mirë. Mareci ditën e mirë. Marec ko gjithë shka. E botë edhe vetë që i përtej pomjeve të mira që i ka Marecia dhe i ka posë kështu historikisht. E thëmë me plot gojën, nështë sot gjena pak njerëz të cilët edhe jetojnë këtu, po në fillim e thash që nështë me i përmbledh Shurrumbullak janë dikon deri në 100 shtëpi, por që thuhet që i ka posë deri në 600, në qëfë se nuk ka bom, vite për para. E kam taku një zotëri edhe pse nxerra pej pune, por që pranej me folë me shumë knatësi me neve, pa dosh me dosh shumë pej pune, faleminderit shumë që pranove. Edhe mirë që këna gjetë Marec. Mas pari mirë se keni ardhë edhe jeni të mirë se ardhën gjithmonë. Jo veç ju si persona po gazetarë të cilit medium theteve Arbëria, po janë gjithë mediumet në Republikën e Kosovës mund me ardhë me po edhe mu ballafaqua me gjitha bukurit e fshatit Marec. Këtu për tash jeni në lagjen Bullaj të Marecit, e cila i ka pothuajse 5 shtëpi që jetojnë këtu fatkeqësisht. Kanë migruar pas luftës sepse pe këtuhit ku jemi na pak edhe ma poshtë kanë fillu bombardimet e ish regjimit apo serbëve dhe njerëzit janë djeg me shtëpia, ka pas vram, ka pas dëshmor, ka pas martir, edhe cilët kanë migruar për në qytetet më të afërta, po mas shumti në qytetin e Prishtinës, apo edhe në një fshat, po thome edhe paralagje e Prishtinës në Hajvali. Në Hajvali. Unë quhem, ndash më u prezentu, unë quhem Gjafer Makulli. Këtu jetoj me gjithë vëlla edhe me djallë. Djalli ka 2 djemë, unë e kam veç qa djallë, vëlla ka djallë edhe qikë. Me jetë gjatë. Faleminderit shumë. Me të pyet pse zgjelt me nejt këtu nështë pak pyetje absurde prej anës tem, se po besoj keni dash me nejt në tokën e ju, po besoj ku babe babgjysh e kanë zhvillu jetën këtu. Shiqo, tash pse zgjedhëm me jetu këtu, është një thonje shumë e vjetër që e thujnë njerëzit krejt. Kur kun si kuna ven jët nuk ka, të shkojsh në New York, që si më konë asë njëherë, po prap se prap Mareci është Marec, këtu më flenë zemra, këtu më flenë trupi, këtu më flenë menja, edhe pse mas me jetu që ky ven këtu, për neve na i ka dhonë edhe na jep të gjithat mirat që ka egzistojnë në qofse dënë me punu. Këtu njerëzit mas shumë të qka jemi mirëmi me bujqësi, bletari, të cilat javlen më marë. Jeni marë gjithë, po besoj. Edhe jemi marë gjithë, edhe babgjysh, edhe plot, po javlen edhe sot më marë. Ndëgjëm, prej Marecit kanë dalë plot njerëz të mlaj. Nuk do të thotë që Mareci ka pas veç bujk apo blektor edhe kur gjo ma shumë. Ju, nga Mareci ka doktora, kemi pas presidentin Begjet Pacullin, kemi lloj njerëz lamive ndryshme të cilët kanë dalë pej Marecit, do me thonë, kanë udhëtue me kilometra, me shku në shkollë, me kryeni një shkollë të mesme, një shkollë të lartë, pastaj fakultetet të sene, po që kanë mrije, mjaft kemi shumë njerëz të cilët kanë lindë këtu, i kanë marrë hapat e parë të shkollës këtu, dhe kanë vazhdue për matutje, edhe janë krenar, edhe që janë të Marecit, po dhe na jemi krenar me ata njerëz. Me ta. Po, kur të mendojsh, nderu Mareci, ton ky vend, për me bukurit rol natyrore, që mahnit është edhe rol, ka në Kosovë, po rol janë të tilla, me mbet deri në qëtë gjendje, po besoj,
dhem pak zemra, se kur po thu që kanë qenë 600 shtëpi edhe që tu e ke pos full me njerëz, po besoj. Shqo, vitet e hershme, kjo ka qenë vitet e 60-ta, 70-ta, kanë qenë 600 shtëpi Marec, se të thash pare, pas kamerave, tash po e prezentoj para kamerave, në Marec jemi dikun në 9 lagje të cilat janë të fshatit Marec, duke fillu pej minierës, të arthonës, që se një konë në here, po si në Oberdjakën një zonë e cila funksionan edhe sot, marrin njerëz punojnë në atë vend, e deri të kufini me prapashtic, ka është Marec, edhe në këtë pjesën e djathtë, ka shkon kjo reka që quhet Krivareka ose lumi dredhum e bjen Maral, është Marec, do më thonë 112 km² i ka Mareci. Kanë qenë 600 shtëpi, plus minus, po flitet nga pleqt që kanë qenë 600 shtëpi. Çka ndodhi me Marecin? Mareci dha dëshmor, Mareci dha heroj, Mareci dha martir, u dëgj tejmase, të gjitha lagjet, jo veç lagja ju në bullaj këtu, po dëgj tejmase. Që dënë, për shembull, mas paku, me alshu kamerën, qëraja shtëpia tu ka qenë e banushme, sot është me najlon apo lastika që është do një qunë ju, është e mlume, për shembull, gërmollat e sojna se u djeg nga Serb. Do më thonë, me Marecin ndodhi pe vitit 99 e këndena, njerëzit këtu u vronë, metën pa streh, pa kullum, edhe elshun, kësë votër e iken e shkun me gjithë kushte ma të mira, se një kohë nuk funksionoj shkolla, masanena, drejtori shumë i nderuar, Aram Haxholli, e hapi shkollën me mundë me njerëz të cilat deri në 2015 ka ekzistuar, po ka funksionuar këtu pak manal, tash dhosh zoti edhe herë mu boni qendër edukatore, diçka. Qendër e artit, ashtu ka qenë edhe përparim Roma dhe një tjetër dikush ta këta njerëzit të mëdhaj. Kështu që mas me pandodhë lufta, kur Mareci nuk ishtë zbraz në këtë mënyrë që është për më të dhimt. Kanë filluar njerëzit me ardhë, me investuar, me marru villa, me u kthye jeta, po jo në atë mosën që shka qenë. Po vinë, ditëve të vikendit, shfrytëzojnë sa për me qitë një fli apo diçka, pro atu ku të vlenë zemra edhe shpirti të vlenë veç në tukë. Veç në tukë tonë? Veç në tukë tonë. S'ka. Veç në tukë tonë. Kosovë është e ju një krejt, po për momentin e Marec asve është Mareci. Po, absolutisht që po. E përmendë kryetarin, po edhe kryetarët aktual, e shohim një copë asfalt që është po so ka investu në fakt për Marecin. Për Marecin u dosh shumë me investu sidomos mas luftës. Sidomos mas luftës tu nuk u investu kur gjo dhe njerëzit iken me menim që nuk do të investohet kur gjo. Pro i luti gjithë pej qeverisë e të poshtë dhe qeveria lokale këtu e komunës, na jemi me komunë Prishtinës, që të investojnë në Marec dhe në gjitha fshatrat, mos t'i shprozum e mos t'i lom për mjerim. Oshtruan një asfalt, kjo asfalt është pa dalje deri qytu, pe këtuhit i kemi dikun edhe 4 km, 200 metra me u bashkue me komunën e Kamenicës, që kish bon shumë mirë, sepse kish fillu mu gjallnue, se lidhen dy komunat edhe kish fillu mu gjallnu jeta edhe ma shumë. Pe këtuhit kemi punëtor, një punon pastrim, një punon vëziz në komunën këtë firmen gjelbrimi, një punon diku një mjekësi familjare, diçka më duket është pe këtuhit udhtojnë, në mëngjes e binë në Prishtinë, e mojnë punën, edhe kthehen prap këtu. Une ju kisha lutë gjithve banorëve, jo veç lagjes tërë, jo veç të Mareci, po gjitha këtyne fshatrat që babalard, gjyshrit tunë, me mund e me njerës, i mbajten gjallë, mos t'i braktisin, spaku të investojnë në tokat e tyne se javlen. E ty t'lumë t'goja.
Dash zoti me ju shku kje fjallë në vesh. Po qyre, ose do të mush me mend, se atu kur rjedh gjuha Shqipe dhe kur rjedh gjoku edhe krejt këto vene janë të mira edhe të bukura, mos t'i kthejmë. Unë për veti vetëm Gjermani kom qenë, po atje fshat nuk kisht jështë i braktisë. Full me njerëz. Full me njerëz, edhe më kanë thonë që shkon 100 kilometra punën. Nuk e ko punën dhe në shpisaj, po shkon 100 kilometra, po kur ti kish kushtet, 100 kilometra kur gjo nuk është për një 3 apo për një 3, me boton qatë rrug. Me bot qatë rrug, edhe kthehesh prap e pushon aty në shpitone. Shumica e njerëzve, mos t'i përmeni me emre se s'ban, shumica e njerëzve mas luftës nuk ka pas streh as këtu, se këtu e ka djegu, Shkova, po Serbi, quje, po as në Hajvalije, në Prishtinë, në Gjetiu, ku në shkue, nuk kanë pas streh, kanë jetue me qira. Zotni, kur e ki tukën tonët edhe ta mundësën, pushtetja, po qeveria, po kret, pse me ju bo barë e qytetit kur mund është ti këtu me ndjerë jo bukën e gujës. Po një lloj vetë punësimi që po quhet edhe është me gjithë antarët e familjes. Unë i kam plus minus 100 koshere blet. Edhe 100 koshere blet. Unë i kam 22 krer lëp. Pula mos të flasëm, nuk e di sa. Shumë po. Nuk e di sa janë. Gjitha mjetet e bujqësisë kemi ble vetë, si vjetë du me apliku për një frezë në qofë se ma jep qeveria e komunës Prishtinës apo komuna e Prishtinës, mirë s'malla, prap du të me blesë një frezë, nuk e kam dëmëhon, e punojmë tokën, e punojmë bashkën, po qysh nuk është tokë pjellore këtu se qka ta mbillsh? Bat. Une për veti kemi najlonin apo lastikin, apo serën, apo bashkën, që po quhet tash, dikun pe janarit, marulla, po sallata gjelbërta, e spanaq, e qep, krejt i kemi tonat edhe i konsumojmë, edhe e diçka konsumojmë, e diçka ha. E hantonën. E diçka ha. Qashtë? Nuk pe akuzoj kur kanë, po e diçka ha. E kom vënë e pulës teme, e diçka ha. E kom mishin tem pulën, e di që është bio. Apo pastërmoja, që shi thënë ju, apo... Po, në fund vetë, ti s'kon, nashta edhe pik verës ti kimish. Vallaj, po. Jo, është e çuditshme se tash, nashta po bojmë pak edhe kështu bisedë lirë, rol shojmë, se ti mbrapa kamerën më thë që jam me vllajin, jena halo bashk, rol takojna njerëz, nashta dinamikat e jetës e kanë mundësu që njerëzit më nuk po dojnë as me jetu bashk ose diçka tillë, po vjen mirë kur një halo kësi rase. Shiqo, shqiptarët mas bërë du të me konë të bashkum gjithmonë. Gjithmonë shqiptarët du të me konë të bashkum. Kur si gjon ish bashkëpunim, kur gjo ty së të pengon edhe me konë 100 antarë. Amo me gjithë bashkëpunim të mirë fillë me veti. 2 shtëpia, une i kam nër gjykat kryesore në Hajvali. Njoni është e lodhë, njoni është e jemë. Plus i kemi edhe 19 arje gjys, tash ka kemi mbledh. Do me thonë, dikun rreth 20 arje trull me 2 shtëpia kemi në Hajvali. Por nuk shkoj me jetu. Nuk muj me punue të një punëdhënës që ndoshta mi kushzën shumë do punë, se edhe ajo është punëdhënës, du të mja punu që ato punë, kur une punoj në tokë teme, në shtëpi teme, edhe është një vetë punësim pej gjaferit e deri te ai i cili mundet me punue. Fëmija çka s'mujnë, ata kanë lodrat e veta, lujnë, etun, vinë, na di me rnu edhe në sheher, di me rnu edhe ato. Edhe në katën, po pra. S'u mungon kur gjo, hiq kur gjo mu s'u mungon. Sot, me dasht, i shes me kamiona, me 2 traktora, me presa, me lëpe, me krejt, edhe muj mu bovaki qytetar në qata ari që ka i kom të mitë në Hajvali. Ja kena nis me lyp që t'jetë, kështu që mos shkomenja. Po,
tre vllazni jemi, i kemi 48 hektar e 70 tokë e mal i cilin e kalon baba jonë. 48 hektar e 70 ari. Mal edhe tokë në këtë pjesë këtu. Edhe baba ka kon punëtor ndovet. I lumt edhe tash pe flas atë fjalën se këto shqiptarë spedojnë në rahmet i pas shpirti çka ka bon ai për neve. Na nuk mund me ja kthy kur me mund, me njerëz i përndjekur pej ish sistemit ka qenë ballist me shyt Marecin. Shumë njerëz livdohen tash thonë një konjës që kon. Ushtari para fundit u do prej shytit baba jam Muharrem Arif Makull. I fundit ka qenë migja i Ibrahim Makullit, ish ministri kur ka qenë me AKR, Bislim Ferhat Makull. I fundit, baba jam ka qenë i para fundit. Në ish sistemi, kur sistemi, as e kalon me hin pun, as i kalon me benefite, as i kalon kur gjokoni për ndjekur te mos. Deri në fund, sa ka... Deri në fund, sa ka jetu shpirtin që në ka marrë, se është një fuqi mbi njerëzore, shqiptarët po thënë Zot, po unë e quj Allah i cili ta merr shpirtin. Tjetër kush nuk mundet. Po. S'di sa herë kanë qenë njerëzit para pushkatimit, ai ka thonë, jo shpirtin më marr edhe ka pështu. A kështu? Jo, atë nuk ka diskutim. Ato veç mujna me folë ton ditën se nuk s'mujna mi ajo është Evolosne. Pasha Zotin më knaqe muhabet lavdi për babën tanë edhe për krejt ata që jenë konë. Qire lavdi për gjithë njerëzit e Marecit që kanë bon me njerëz e me mund e kanë hop shkollat, fatkeqësisht tash vetëm shkolla Fan Stiljanoli punon korrigjëm se unë më dok që është e mbyllur atje. Në viti jo punon, thash Zoti kjo fjala jote mas më ndodh, po besoj shumë që me vjesht ka më ndodh. Apo? Se s'ka më nxonca. Nuk ka më nxonca më mi pas? Besëm shumë, nuk e di a janë Bakjen. A janë 12, a 13, a 14, kur nuk e di sa nxonca janë. Urojmë më të mirën Baci Gjaferra, zotni Gjaferra. Jo, ngam zotnia është tjetër diçka, unë jam veç Baci Gjafer ose për mu ma zotnie ti që të që ja bën vetit punë të rap-tap. Dëgjoni, shqiptarët nuk po dojnë me konë zotrin punë vetë. Po dojnë me konë rroktor dhe një patron apo punëdhënës, ashtu që thoni. Qërë, në veç një sem për fund. Ti që të je shefi vetë, si kejtë trujë tu. A të bërtet na i kosho burë na i sen. Me më pabërtit na i kosho, na i sen si shaullën me ty këtu kom këshës. E po që ta det, që tu po du me dollë. Hiq. Je shefi vetës. Edhe që ku e jom të nërku kamionin, e kom lënë kamionin veç për juve 2-3 që një orë këtu edhe shumë faliminer që një orë me në taku, me posë si zhvillohet jeta. Nuk jemi njerëz të egrë na që me thënë katonorë, që qytetarë thënë katonorë zbojnë. Po pakon katuni qyteti nuk ekziston. Edhe jetë gjysa, po krejt Prishtina është katonar të romë se asë një qytetar s'ka. Jo, më qëfar, shtu në dilën e këtë kim, këtë qëtësi e kim. Unë kur vinë Prishtinë, se unë pak edhe jam si humorist edhe i një me romë. Kur vinë Prishtinë për shembull edhe janë një bobë, më thët, i thami, kaj ti, dhe këtu i Prishtinë e sesene, si të thët i Prishtinës, bobën të kaj e kije, ja ka me dollë gollak, ja lap, ja pa morë parasysh se Prishtina është u imbledhë si madhë, është qandër e modhe, ta shële, do më honë nuk, 3-40 vjetë nuk shkon ma shumë. Del me roj katonorë. Flitet naj turk, qatë herë kur kanë shpërngullu met, po jo më s'ka turq që po këtë shqiptari jemi. Baci Gjafer të rrit në era shumë, falenderit një përmbledhje të vogël që alë shojshi me bereqet. Ju të keni bereqet njëzër në alë një shivi mirë, edhe në këtë tokë tani. I do bishëm del barit, del lullat, del gjithë shka sene që i prej këtoj tokë tani, edhe oksigeni edhe këtë lullat e sene. Une deri këtu e pota, kur të folsh drejt, është letë. Kur t'ja nisë mu me rejt, te ta gjonsh një ren,
shkon koha e Vallai bo tani 3 orë 4. Kështu që për çita shumë faleminderit se kemi vazhdu punën tonë. Zoti vrujt, shumë faleminderit, Respekt shumë faleminderit. Edhe një herë, jo veç ju TV-ja e Arbërisë. Po. Po gjitha mediat e Kosovës ja vlen me dal, jo veç në Marec. Po në krejt fshatra. Gjitha fshatrat se kanë me po diçka ndoshta që nuk kanë po një fshat tjetër. Edhe kam me ju pëlqye. Edhe pse mos më provu këto troje. Se asfalt, muri e blok e sene kemi mush bëll. Jena Ma ngiva. mirë është me dal me po dikun diçka çka mahnitësh. Vallai mu po m'vjen e po m'tillë që thot një fjalë që to me bujt sonte. Buk e krypë zemër. O, respekt pa gjithmonë. Edhe prej vëhes. E tek të jenë mishtert të bocë. A mishtert si stash kia? Respekt, trujti modë sa ty edhe familjes, respekt. Pak pomje se alshoj shimi vetëm pas pak. Shumë respekt pasi qafer. Të ndëruar shikues, unë po besoj shumë, por edhe po besoj po ashtu edhe për gjithë ju që jeni banor të Marecit, që përmes pamjeve, nëse nuk keni qenë mëti, kemi sjellur një nostalgji për vendbanimin tuaj. Në fakt është një fatkeqësi kur dëgjojmë rrëfime që nga një fshat I cili ka pasur 600 shtëpie me një territor po as të madh siç na tha dhe zotri Xhafer, është fatkeqësi që sot e shohim të pak në numër banorë të cilët jetojnë brenda Marecit. Por çka vlen me u theksu është që për juve që nuk jetoni më këtu, po du mu ju përshëndet edhe lumët ju për vendin që e keni Marecin, në uroj që në të ardhmen, në një periudhë të shkurtër kohore, kam u investu edhe kam ju rikthy jeta edhe njëherë këtij fshati që ka qenë dikur e mbushur plot. Nga ky shi I cili sjell vetëm bereqet, ashtu siç na tha dhe zoti Xhafer, po du mu ju përshëndet nga fshati Marec, e uroj që kur të lulëzoj koha, kur del dielli të jemi prap në këtë fshat ta shohim që është e mbushur me plot e përplot njerëz të cilët vinë këtu, zhvillojnë jetën, investojnë, por qoftë nevoja edhe vetëm një vikend, vetëm që mos ta lëmë këtë natyrë të jetë e zbrazët, mirë po ta marrim atë nga ky ajër fantastik që është këtu. Nga kjo pjesë, nga një lagje tjetër e Marecit, që fatkeqësisht është e zbrazët nga njerëzit, po ju përshëndes e takojmë javën tjetër që është të premtën sigurisht me fshatra të Votrës tonë, të Republikës tonë të dashur, që tashmë është e lirë dhe shkojmë ka dështë që dëshirojmë, edhe ndjekim këtu bukuri të ralla natyrore që Zoti ja ka fol këtij vendi. Qëndroni me emisionin Votër dhe po ashtu me pamjet që vinë që janë fantastike nga dora e Adinit dhe kamera e tij. Shihemi.